Deta të mbetën borës ty, se të kesh... Frikër e kom që me qëtë lloj logjike të funksionimit politik, na jemi, është rrezik shumë i madh që edhe zgjedhjet e qershorit kur gjo s'kan me zgjedh. Do më thonë nëse, po, na mundemi... Në cikël zgjedhor. Po, si bullgarët. Për 5 vjet 8 herë ka dalë në zgjedhje. Derisa se bërë ndryshimin e madh me një figurë totalisht tjetër, s'ka gale çka. I bën një ndryshim tjetër. Unë nuk mendoj që kur gjo s'ka me ndru në zgjedhjet e qershorit. Nuk mendoj që ka me pas ndryshim drastik, po zgjedhjet e qershorit çka zgjidhin, pak e balancojnë skenën politike, që jep shumë mundësi, që kur ma shumë mundësi se sa. Ma shumë mundësi që të bëjnë marrëveshje politike. Por me pas marrëveshje politike klasike, që është. E ki të hapun pozitën e presidentit, dhe kryeministrit, kryeparlamentarit, edhe qeverisë, këtë qeverisë. Atëherë është ndryshe biseda. Po këti e peshe që fitoj 50%, kur gjë. 42% e blokon shtetin, 51% na çon në zgjedhje, atëherë duhet me pas ndryshim në çdo përqindje, për me mujt me ra për toke, me mujt më marrë vesh taman me njerëz të tjerë. Qëre vesh diçka, mu ka acaru shumë në të kalumën që kjo pa aftësi, se s'është kjo vetëm e tashit, kjo është bo